Përshëndetje shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave për Bolli me Gozin kam një mysafir shumë të veçantë, një analist politik, një komentator i zhvillimeve jo vetëm vend, por edhe me zgjedh rrofshin ndërkombëtar, mirë po edhe një komentator i çështjeve fetare në Kosovë. Si dhe është njëri prej themeluesve të ushtrisë lirimtare, njerëzve që kanë marrë pjesë të lulet e para të UÇK-s. Zoti Basri Bey ka përballë meje. Zoti Basri mirë se Faleminderit jeta. për ftesën, mirë se u gjeta. Se pi komentoni zhvillimet e fundit politike në Kosovë me zgjedhjen e presidentit, pasi që është tema aktuale në farë ngërçi politik që kena ardhur jena në prag shumë e zgjedhjeve të rejta mbrana një viti parafërsisht edhe nuk po shihet zgjedhje në horizont. Uh, Kjo po e tregon që shoqëria kosovare ende është një shoqëri e re, që duhet ende të pjeket. Nuk isha tragjike edhe shkurjen në zgjedhje, jo vetëm në zgjedhjet që po vinë, po edhe në qoftë se përsëritën edhe mas 5-6 muajve zgjedhje tjera, sepse kjo është duke zhvillu demokracinë. Dhe aty kur partit politike që janë të pjekura dhe kanë destruktivitet mbrana tyre, gjejnë mënyra të interpretimit ndryshëm të kushtetutës, vendimet gjyqësore të gjykatës kushtetuese do i jekun ato dilema. Shoqëria kosovare me këtë është duke u shku, duke u pjek. Kosova po ecë, Kosova i ka institucionet, edhe me një qeveri ndërheqje, edhe me një cikel tjetër të zgjedhjeve, shteti i Kosovës do ecë. Natyrisht me një qeveri efektive, zhvillimet pozitive në ekonomi, në diplomaci, do ishin më të shpejta. Kjo është vetëm pengesë e zhvillimit ekonomik dhe diplomatik e politik të vendit. Por që ka ndaj rrezik se Kosova po rrezikohet të dështoj si shtet, unë mendoj të kundërtën që Kosova nuk është duke rreziku të dështoj si shtet, po duke u maturu, duke u pjek si demokraci, që nesër do të thotë nuk do ketë mundësi që politikan autoritar, politikan populist, letë të kalojnë në elektoratin e Kosovës, sepse me këto edhe elektorati i Kosovës është duke u pjek, sepse shumë nga qytetarët e Kosovës që sot i ndëgjojnë kanë fillu me bo politiken të matshme. A morrit mirëqenia, a pat ndryshim në jetën time. Si po përkthehet qeverisja, apo përkthehet në qeverisje, në siguri, apo në dëshpërim. Dhe tash njerëz dhe prindrit janë duke pyet. Pse merr puna mas 27 vjet e liri, që unë ta përcjell vajzën apo djalin tim apo ren në migrim. Pa shkaktojnë çdo kriza. Po ndëgjoj, këto jo krizat politike, sa këtë gjenje po e shkakton edhe keq menaxhimi i ekonomisë. Mos hapjen perspektivës ekonomike të vendit. Për shkak të politikave të gabume, sidomos në 5 vjet e fundit të qeverisë, me mira projekte kanë me të bllokume. Unë e kuptoj një qeveri, merr ndryshime ligjore për me zbatu programin e vet ekonomik e politik, por deri tash është dashur me pa se të gjitha ato iniciativa ligjore kanë qenë bllokuese për ekonominë. Ta marrëm për shembull ligjin për pronën publike. Ta marrëm do të thotë menaxhimin e agjencionit pyjor ku mbi gjysmën e territorit të Kosovës se menaxhon. Këto kanë qenë fatale për zhvillimin e burimeve të ripërtërshme. Pse vendi ynë në 3-4 vjet e fundit nuk e kemi të ngritur as të një kapacitet energjetik në Kosovë, kur në 2019 kanë qenë diku rreth 890 megawatt autorizime që në shumë nga zyra rregullatorit. Pse asnjë nga ato projekte nuk arriti më implementu? Pikërisht për shkak të politikave qeveritare. Problemin e kemi, do të thotë,
tek menaxhimi i keq. Nuk mund ta shohëm gri edhe qeverisjen 5 vjeqare të kryeministrit Kurti, sepse ka edhe të arritna domethënëse sa i përket venit. Natyrisht që unë besoj që edhe vendoshmëria, kryenësia e kryeministrit Kurti ka sjell një realitet të ri në pjesën veriore të Kosovës sa i përket rendit edhe sigurisë. Pozitiv a negativ? Ndëgja, sa i përket shtrirjes të rendit të sigurisë, do thotë është pozitiv, sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, asaj të marrëveshjes Brukselit dhe aneksitorit, do thotë është mendoj që domi më i madh që ju ka bo Kosovës prej pas luftës deri me tani, prej marrëveshjeve, do thotë prej shpalljes të pavarësisë deri me tani është domi më i madh, sepse ne e dim një marrëveshje ndërkombëtare edhe deklarative në qoftë se pranohet, s'ka nevojë mu nënshkru, ajo bëhet obligim, e kem rastin e ministrit norvegjez në 1922 në 23, kur deklaron që Norvegjia nuk ka interesa në Greland dhe humb rastin pastaj me Danimarkën dhe sot e asaj dite Grenlanda është në sovranitetin e Danimarkës. Kështu që këto lloj fjalës e kam pranu se kam pranu, i thash me nënshkru, Kosovës ja ka kriju një detyrim. Ky detyrim për mu largu, do të mi mbledh kuvendin e Kosovës, me dalë për i këtyne marrëveshjeve, me marrë risk, që mendoj që është shumë me interes dë vendit, që me marrë kuvendi Kosovës këtë risk dhe me dalë nga këto marrëveshje të këqija, sepse mi ulon barë kësaj qeverisë që vjen, qeverisa aktuale dhe qeverive tjera me implementu këto marrëveshje, që në fakt Kosovën e regjeneralizojnë, e krijojnë nivelin e tret si tillë, me Kosova nuk ka karakter unitar si shtet. Shto, ne kem vetëm menaxhimet të fol. Shto, ne kem do thot edhe një obligim tjetër, që do thot komë na kriju pasoja në të ardhmen, në raport me Kishën Ortodokse Serbe. Ne, është fakt, për shkak se atje kemi qu edhe politikan, ekip që nuk e ka përfaqësu interesin kombëtar dënjësisht në bisedimet e Vjenës, dhe ne e kem një produkt, ligjin për trashëgimi të veçantë kulturore. Por aspiratat të Kishës Serbe janë që çdo objekt trashëgimisë kulturore, çdo objekt kulturës, çdo objekt arkeologjik ta përvetsoj si të vetin. Kështu që do të thot ajo që ka marrë përsipër në marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Horit, ja qel një rrugë Kishës Ortodokse Serbe të rriten aspiratat ende, dhe që populli i Kosovës, shoqëria e Kosovës, nuk është e gatshme të bëj asnjë koncesion për Serbinë, për Kishën Ortodokse Serbe, se fundi fundit të gjitha kishat dhe manastirat janë kisha dhe manastirat të popullit të Kosovës, të popullit shqiptar, që për shkak të rrethonave historike, pushtimit otoman dhe marrëdhënieve që kanë ndërtu Kisha Ortodokse Serbe i ka përvetësu në kohën e reformave të Tanzimatit, duke i çkomtarizu, duke bërë represion mi shqiptar të rritit lindor dhe duke ja marrë kishat për shkak se Perandoria Osmane nuk ka leju që të zhvillohet gjuha shqiptare. Ne kemi edhe rastin tjetër kur Mahmud Pash Bushatliv edhe qohet në krykritje pikërisht për shkak të reformave Tanzimatit, sepse nuk e pranon ndarjen e popullatës shqiptare në milet musliman, kaor, latin, dhe ku ju imponon që në varësisht prej cilit milet i takon edhe ta ndryshojnë veshjen kombëtare tyne. Do thot ne historinë deri tash nuk e kemi. Ashtë shkruar historia drejt. Ndëgja. Apo është ndikuar prej komunizmit? Jo, ndëgja. Narrativa që historia është ndikuar prej komunizmit. Po, në historinë pak e ke marrë dhe romantike nga Rilin Dastan. Por sa i përket
historisë në raport me fen, me perandorinë osmane, me fqenjt është historia e rilindasve. Jo, nuk ka ndryshu komunizmi, ne nuk kem histori të komunizmit. Do shta kem pak histori romantike, sepse ka qenë edhe fryma. Por, ajo është historia e reale jona. Do shta ka diçka me përjeshtu, do shta Vojokushin, ne do t'ja hjekum shtatorën në Tirana ku e ka atje, sepse nuk ka qenë heroi Shqipërisë. Por jo, historia do të thotë që përpiqet me ndërtu narrativ që ne kem qeveris, apo kem bashkëqeveris me perandorinë otomane, kjo është histori antikombëtare, sepse vërteta është që ne nuk kemi qeveris, po kemi qenë të pushtum nga një perandori e huj. Kryeministri Albin Kurti me një moment pa thonë në intervistë për perandorinë osmane, fillimisht kanë qenë pushtuese, mandej sundues. Dëgja, tash politikant populist, se me përkthy nga anglishtja, fjalën populist është njeri që flet për popullin, për masën. Ky ju ka drejtu të gjitha masave, sepse për me arë në pushtet ka dasht me adaptu të gjitha shtresat, dhe natyrisht i ka qitë në thitje. Po ta thet një kryeministri i Kosovës, këtë gjohë është e pandershme, e pa drejt dhe e pa cakt historikisht. Ne kur nuk kemi bashkëqeveris me perandorinë osmane. Prej kur ka hy, në luftën e Skënderbejevt, edhe deri në 1910, luftën e fundit madhe të Idris Seferit, ne çdo herë kemi bë përpjekje mu qliru prej perandorisë osmane. Spjegohet që ky fakt që shumë vezera se persona që kanë marrë titull të lartë mbrana qeverisjes perandorisë osmane në konë shqiptar. Mirë. Do thotë që shpjegohet që do thotë në majet e qeverisë federative ka qenë Sinan Hasani, Rahman Morina, Hysamedin Azemi, Hysamedin Azemi, Halit Tërnafce, shumë shërbëtor tjerë, Tefik Lugiqi, që i kanë shërby sistemit Jugoslav dhe Miloševićit. Natyrisht që ajo ka adaptu, por të gjitha ta vezer, të gjitha ta pashallar, kanë qenë shërptor të sultanëve të Turqisë. Dhe nuk kanë patë, kemi raste ndëgjë, kemi raste, po mirë, kemi raste të pashallarve që në rebelu, e përmena rastin e Mehmet Pash Bushallit të livë, do të thotë ata, edhe pse kanë marrë titujt mëdhej perandorinë osmane, e kanë patë interesin kombëtar prioritar, do të thotë edhe ata ju ndeshku nga perandori osmane. Jo, ndëgjë. Neve vedin kombëtare dhe të qenit shqiptar për kulturën tonë, ne ka ngrit lufta e Skënderbejevës, në qoftë se marrëm, për herë të parë, jo kombin si koncept modern të shekullit XIX, po flasum mi identifiku rreth një gjuhë dhe një kulturë të vetë. Lufta e Skënderbejevës nuk ka qenë luftë për ofiqe personale ti, po luftë për me mbrojt një kulturë dhe një traditë që fare ka patë kombi ti. Folëm pore për komunizmin dhe nuk kom qore për lexu në status në Gjmedin Spahijët që ka bo para dhe ditë, thet Republika e Shqipërisë duhet të paguajë dëmshpërblim Kosovës. Mes Republika e Shqipërisë nuk distancohet zyrtarisht nga lufta partizane, atëherë duhet Kosovës të paguajë dëmshpërblim për vrasjet dhe masakrat që partizanët shqiptar i ekzekutuan në Kosovë nga nënturi 44 deri në korrik 45, ndër këto krime me i rënd ishte arrestimi 6.000 trimëve shqiptar të Kosovës dhe dorëzimi i tyre partizanëve serb në Tivor të Malit të Zi. Ndëgja, unë e një personalisht profesorin në Gjmedin Spahiju. Në Gjmedin Spahiju i thënë disa tabu, por në këtë rast mendoj se në Gjmedin Spahiju nuk ka patë fare të drejtë. Sa i përket edhe une një farë mënyre, do të thotë, kam të njëjtën bindje për komunist dhe partizant e Shqipërisë, që i kanë bërë një tradhti
shqiptarisë e vendit në përgjithësi. Une i mbajnë mend rrëfimet e gjyshës tem në Safi. O djali jam, me njerëz që punëshin për ne, ju më rritë qikë, me shërptor, roktar, shkova të një shtëpi të madhe, kry 8 vjetë e pash vetën që s'kam buk me hangër. Dhe për to ju në kom 2 njerëz më të rrimë botë, jo si Brostito edhe Enver Hoxha, sepse veshin thoj ke brigadat e Shqipërisë, edhe që ka ke shumë në plaqketshin, por në tash, këtë rrëfim gjyshës tem, nuk mund të marë për mi shpjegu të gjitha proceset politike që kanë ndodhur në kohë, sepse ne duhet do të t'i shpjegojmë në ndryshe proceset historike. Ka qenë konferenca e Jaltës, rikthimi në kufit e para luftës që kanë digu, por mjerisht politika e pameqme Enver Hoxhës dhe komunistëve nuk ka ditë realitetit të ndërtum që ne kemi jetu si një shtet i pavarur në Kosovë, në Shqipërinë, me kriju realitetin dhe me fitu spaku Republikën e Kosovës edhe Republikën e Iliradës. A i ka tradhtu Enver Hoxha shqiptarët e Kosovës? Dhe gjatë tash kjo fjala, mu në momentin që flitet shkurt, tradhti dhe patriotizëm në politikë, se kur t'jesh nishi nuk i nevoj me tradhtu, po janë rrethonat që ti nuk e ke pat aftësinë dhe potencialin me marrë vendime duhna. Po ndosë sot... Andrej pytin, a s'ka desht, a s'ka dit? Unë ma mërmenja që do thotë nuk ka desht, nuk du me besu që në shqiptar e tradhton vendin e vetë. Unë mendoj që nuk ka pat fuqi intelektuale, sepse ne edhe sot kem shumë patriota, shumë adhetar që kanë sakrifiku për vend, kanë jep gjymtyr, ata janë patriota adhetar, por nuk kanë edukatën patriotike, edukatën kombëtare të mjaftueshme. Unë i shoh edhe disa komandant që unë e di që për me kanë qenë luftë, por do të tregojnë një narrativ të pa qenë për UÇK-n. Për shkak se shkon dikush, apo një bashkësi fetare, i merr me të mirë, edhe i rre krave. Jo. Pse ki kompleks këtë raportin mes politikanëve, në këtë rast, ish komandantëve me bashkësitë fetare, sidomos me bashkësitë fetare islame. Mas pari unë kur far kompleksin nuk kam gaz. Beso që s'kam kompleks, por pse të pengon kjo pjesë? Jo, pengon sepse nuk është duke u respektu s'pari kushtetutën e Kosovës, 2, nuk është tu thonë e vërteta historike, sepse tash po flas. Sepse bashkësitë fetare kanë mujt me jep kontribut, që kanë jep fondi emergjenca, Nën Tereze, shoqate, biznese, babët që ka shkri krejt pasurin e u hin lufte, do të thotë kanë mujt me jep, por në organizim zero kontribut kanë. Dhe tash kthejmë te shteti. Dëgjoj, u kon në Hoxh Fatmir Latifi. Çdo para do muje, edhe tregoj ke në situatë cilën thaj që kanë qenë luftë, prekaz, anë Drenis, me Kremavdijën, këta Hoxhallar. Po, unë në qatë situatën, ndëgjë, tash, sa të kthejmë të plagesën, ndëgjë. Të shtobi për gjithë aktivistë. Sa për këtë plagesën luftë. Nuk po du me jep informacione që pastaj do thotë të merran publikun, por ta dini që sa për këtë edhe një thertë pas ti ushtarit të UÇK-s, UÇK-ja ka pat sistemin mjekësor jashtëzakonisht të organizuar. Dhe për qofse në luftë ke pat një plak të madhe deri amputim, janë protokollet mjekësore që janë të dokumentume që është trajtuar ndaj kush. Nuk po du me hima tutje. Sa i përket pjesëmarrës në luftë, po, unë jam dëshmitar, okular, kur këta njerëz, disa njerëz, nuk e dia ka qenë Fatmirja, a e Kremja, kush ka qenë, jam dëshmitar,
kur i kemi largu, sepse ne nuk kemi dasht edhe nuk kemi bo luft ideologjike as ma pak fetare, po luft qlirimtare për vendin. Dëgjë, po, kush e ka pat dëgjë, ku ka ndodhur që po thuj keni largu? Dëgjë, unë kam qenë prezent Likovc atëherë. Okej. Po kur i kemi largu, nuk e di kush kanë qenë ata. Do thot me emna nuk i majnë men, as po du mi majt men. Do thot ne nuk çdo kuj nuk ja kem dalu me liftu për atë dhe, për me qliru Kosovën. Për atyre që kanë ardhur me mision ideologjik, ju kemi thonë ik se s'kini ven këtu. Ju kemi thonë ik se s'kini ven këtu. Dhe, sa për informacion tuj, njerëz, eksponente luftës, kanë ardhur koha, nuk kanë me hesht. Se kanë me kuptu, që nuk po ja vlejka mi marrë me të mirë. Si ka mundësi me dalë kryetari i Fakultetit Studime Islame në mënyrë ashtë pas krupullt me rejt. Me thonë që 37 shahid dëshmor imam e hoxhëllar ranë në luftën e OÇK-s. Kjo është rana me madhe. Dëgjë, kjo është rana me madhe. Spari, janë 3-4. është Hoxh Jonuzi në Koshari, është, s'pun kujtohet, sa mi mduket e ka patë në zonën e Llapit Qora, që ka qenë me dëvërtet hoxh, do të thotë është kontributi hoxhës të Brojës, që kanë jep edhe tjerë kontribut, por dëshmor janë 3-4, të tjerë janë viktima civile. Dhe sa për informacionin tuaj gaz, ne si organizat Shqiptaria, jem duke punu dhe i kem dokumentu të gjitha këto pretendime që shumë këta që po shpifin dhe po dojnë me marë një vlerë që fare është OÇK-ja, do bëhen pjesë e padis gjyqësore ku aty do thot me fakte do diskreditohen. Kontributi edhe i Bikut, edhe i Kishës Katolike, edhe individve ka qenë për luftën e OÇK-s, por nuk kanë qenë ata faktorët, as promotorët, as forca që ka shty procesin për para. Ka qenë forca e vullnetit poplit, të bashkadhëtarëve tonë që në organizu me fondet për me mbështet luftën, dhe natyrisht pjesë e zhvillimit luftës, dhe vedijes luftës, ka qenë edhe procesi demokratik i viteve 90-ta, që OÇK-ja dhe lëvizja paqësore sa i përket orientimit nuk kanë dallu kurrë, kanë dallu me metoda. Metodat kanë qenë ndryshe. Të çortja o xhallor me luftë, qështu si diskutim, unë i kom pos 3-14 vjetë në luftë, pas që ku na vina për njëjtit fshatë, edhe mund kujtohet që ju kanë thonë në shtorëve, pa kush e kalon mjekrën, qështu si janë avden, hisni mjekrën, ka qenë urdhën për shtapi, mi hjek mjekrën, mësë pos mjekrë, se mësë për t'ingëllën si luftë fetare, si ka pos fraksionin Bosnjë ma heret, edhe mësë për vinë që atu segmentin Kosovë, dhe me thonë që kjera nuk ka dasht kur gjo mu identifiku me mjekra, me sende, jo, nuk ka qenë vetëm arsyeja, ndëgjë, arsyeja ka ardhur urdhri nga shtabi i përgjithshëm për shkak të disiplinës, sepse ushtari i OÇK-s është dasht me qenë i disiplinum, se neve çdo ofenziv që merr ke Serbia ndaj OÇK-s, OÇK-ja vetëm do të thotë u rikonsolidojke, u zhvillojke, dhe ato elementet që nuk e kishin serioz që u fotshin OÇK, vetëm u largojshin. Kështu që ajo ka qenë në kuadër të disiplinës që duhet ta ketë dhe paraqitjes një ushtari i OÇK-s, sepse gjatë luftës ne këto probleme janë qenë sporadike, sepse vendimi ka qenë i qartë. Lufta e OÇK-s. Njerëz që kanë udhëhequr OÇK-s se kanë pasur vizionin e qartë. Kjo është luftë qlirimtare, luftë kombëtare, luftë për dinjitet, luftë për integritet dhe luftë për qlirim kombëtar. Nuk ka pat ideologji fetare, sepse në luftën e OÇK-s, si Antoni, si Hashimi, si Gazmendi, si Arsimi,
kanë marrë pjesë vetëm në emblemin OQK-s, as në emër të fesë, as në emër të ideologjisë. Në atë kohë është hjek edhe grushti se disa që mjaftu shumë pa informumishin, edhe bëshin përshëndetjet me grusht. Dhe ndër edhe urdhra e ka qenë që t'jeket grushti dhe të bëhet ashtu si bën NATO përshëndetja ushtarake. Kështu që Falim për çështje fetare, ka folë disa herë publikisht edhe jena mujnë e shajt ne muslimanëve edhe po du me të vetë cilë është raporti jetë me Zotin. Mas pari unë të respektoj që te e pande që mujtë shajt. Për ty është muj shajt, për mu është muj rëndam. Sepse për muj fillon me ne dhe përfundon me 30 edhe 31. Unë të respektoj për besimin tënë, që agjeran edhe lutësh në besimin. Por, ta kuptojmë, që ti me besimin tënë, sferën publike nuk mund ta uzurposh. Sepse, unë këtë rast, unë nuk kam përfaqësu ndaj besim, dhe du me mi respektu edhe lirit e mija. Cilat s'po ti respektaj? Po, do të thot ti, po të më falë që të mora shamull ty gaz, se jo ti, do të thot. Ne kemi pat, ka shku dërja të absurditeti, sa me ndryshu edhe orarin e arsimit, e mësimit në drejtoria komunale e Prishtinës. Kjo është diskriminim ndaj grupeve tjera religjioze dhe ndaj atyne që në ke kanë njëjtin besim. Po, kemi shku edhe më nalt. Ka shku deri në ekstrem. Sa sot hapësira televizionet me rrjet kombëtar, sot janë shëndru në një medium një religionit saktum. Ne, qytetarët tonë, liderit institucional, 90% musliman. jo, një 90% jem shqiptar, 95% jem shqiptar. Do të thotë edhe sa për informacion tuin, shqiptarët musliman janë nominal. Por në Sa ashtu që shima? 95% janë shqiptar. Etiketën që një jem komba po populli islam e përjashton lufta jonë, sepse ti edhe baba yt, edhe one, kur kemi luftu me flamurin e Skënderbejevt, flamurin Koqezi, dëgjo, nuk kemi luftu dëgjo, nuk kemi luftu. Kush s'po ta pengon ty, s'po të pengon me praktiku fen. Kush po të pengon me praktiku ty fen? Kërkush, jo, juve pjo pengon. Jo, absolutisht, i gabim e ke. Neve s'po na pengon praktikimi yt i fes. Por ne po kërkojmë që respektohet kushtetutën dhe jeta edhe feja le tjetë për ty do thot çështje private dhe tjetë psikolog, personal, me qenë se ke nevojë. Kërkush nuk po thot. Kush po thot që me të ardhë marrë për asaj pune? Kërkush krejt bëne privat atje mos të shfaqet. Jo, s'po thot kërkush mos shkon xhami e mos shkon kish. Kërkush nuk po ta ndalon. Po çka po kërkon ti, kur ty nuk po ndalot as të i drejtë e jotja, as po ta ndalon kërkush kishën, as po ta ndalon xhamin, as po ta ndalon më fal. Ajo çka po kërkoj unë, t'lutem, mos mi pengoj institucionet, sepse që po të pengoj, që po të regoj, sepse në kazermat e FSK-s, unë urojt mos jetë e vërtet, kërkojt ma konfirmosh ti, që edhe kontinjer kanë vendos në shkollën e Akademisë Publike në Vushtrri për rite fetare. Kjo bjen komplet ndesh me ligjin. Kjo bjen komplet ndesh me kushtetutën. Ti si individ, jashtë hapësirës publike, ki të drejt të bësh çka dush me fe. Jo mbrana hapësirës publike, së më diskriminon mu. Po që janë dalën dikujna gjatë orarit punës, me praktiku një lutje fetare, nëse nuk është i angazhum në diçka dhe së të lonë një punë keq. Pse ka problem më lut 5 minuta, s'ko ka problem me dol 10 minuta në kafe, mrena në bufej, mrena orarit punës. Dëgjo, kjo është një arsyetim pikërisht që e bën vllaznia islame.
duke u viktimizu. Do thot, kjo është arsyetim që bën ti në këtë rast. Për dire so se Vllaznisë ku ndalu islame. me këtë Po, brendshëm të institucionit. dëgjoj, me këtë të mbrenshëm dhe me ligj është e ndalume. Në sferën publike feja nuk mund të përzihet. S'është e përjashtuar. Është dëgjoj, jo, feja e shteti është neutral ndaj fesë. Po. Por nuk krijon hapësirë sepse dallon e. Ne jemi shtet laik, nuk jemi shtet sekular. Është një dallim substancial mes laicitetit dhe sekularitetit. Sa për informacion tuaj, dyjat kanë lind dy anë të Atlantikut. Sekulariteti ka lind revolucionin amerikan, laiciteti në revolucionin francez. Tash, problemet kanë qenë ndryshme. Në Amerikë kanë pat problem për lirit fetare, ndërsa në Francë dhe në Evropë ka qenë problem dogma fetare, sepse dogma fetare nuk e ka leju me u prosperu dhe me zhvillu shoqënia. Ti, si arsimtar, në një shkollë publike, je i detyruar të rush fëmijën nga dogma fetare. Mas moshës 18 vjeçare, njerëz mendojnë e gjejnë veten. Por detyra shtetit laik është ta mbrojë individin dhe shoqërinë nga dogma fetare. Ajo çka po kërkojmë ne, mos më na përsërit. Se shumë e rrezikshme dogma Po fetare. shumë e rrezik, po, ndëgjoj, ne ja dojmë me kont verbër nga i fenomenit që na ndodhja, që na shkun 5-600 të ri në Siri, një luftë huj, pa kur far arsye, pa kur far motivi, a na duhet me kont të verbër, kur dogma fetare, po na instrumentalizon njerëz, edhe do të thotë ndodhen edhe raste ku ken ata njerëz të instrumentalizuar me dogmë fetare, edhe u gjenden në akte terroriste në perëndim, a nuk është e rrezikshme dogma fetare kur ty Jo, bra, ata dëgjoj. janë disa Jo, nuk janë. Jo, nuk janë, është sistem. Nuk është sistem. Jo. Dëgjoj, a kem ti pak prej ty që dëgjoj, janë a shku kem, son a njëri kem, praktikon dëgjoj, a kem ne, do thot, nga menaxhimenti i lartë i bikut, që dul dikush dhe mor përgjegjësi dhe tha, ka dal ky diskurs i klerikëve tan, i të punësurve tan, nuk është me standardin dhe normen që ka Bashkia Islame. Ty, tu përdhës ke flamuri, tu shajsh herojt, dhe bëj ke ftesë për xhihad dhe nuk ishte një reagim nga Bashkia Islame. I kanë arrestu edhe Hëzallat. Jo, i ka arrestu policia zbatimi i ligjit. I ka arrestu Unë problemin e shtetit me Bashkinë Islame është që financat e Bashkisë Islame nuk kontrollohen për i kërkujna prej asnjëherë prej politike dhe asnjë politikan s'ka vullnet, për shkak se kanë kalkulim elektoral me ta. Ata krerët e Bashkisë Islame, shumica prej tyne me vlerësim për një të veçantë, ata janë disa përfitues financiar që rrinë për qëllime financiare, ata nuk rrinë për tjetër, ta kanë uzurpu një bashkësi, njëjtë të rrinë 20 vjet i ki, edhe japin tu kanë shfrytëzim prej kohës të Jugosllavisë së tutje që janë kompru në atë mjamet Bashkisë Islame, sot japën për ndërtim, shitën, bëhen transfere financiare me tu, me oligark, lloje ndryshme të biznese ndryshme, ata janë përfitues financiar, ata s'përfaqësojnë kur gjë ma shumë për mendimin tam. Edhe s'kam pritje në prej tyne. Unë besoj që ti si medium, si gazetar, ki informacion më të madh operativ se one për abuzimet që bojnë bashkitë fetare, konkretisht Biku. Këto bashki fetare, Biku, po shfrytëzon mungesën e ligjit për liri fetare dhe neutralitetin e shtetit që ka ndaj bashkive fetare. Dhe nuk po ka hulumtim, se besoj që s'ka, unë besoj që institucionet e sigurisë tona, do thot, janë në funksion plot, por i kanë ata politikat edhe din kur kanë me vepru. Unë jam i bindum që herdo kur veprojnë,
ko me dalë një skandal tepër i madh dhe ky popull ko mi qelë syt për damin ideologjik që u ka bon 25 vjet e fundit. Nuk i takon bashkësisë fetare me ndrru narrative historike. Dërsa një bashkësi fetare konkretisht që tash Islami do thot fokus saj, sidomos prej 2015 ka qenë ndryshimi i narratives historike. Promovimi i perandorisë osmane si një perandori çliruse. Do thot, në momentin që bashkësia fetare del jashtë besimit, mo nuk e kem fjalën për besim, kem fjalë për ideologji, kem fjalë për zbatimin e një E kom po që ideologjie. ka dolën për krohje, po du pak me ndërprej se po ikën minutat, lëvizjes dëçanit. Cili është raporti jot me ta? Edhe çysh e shpjegon rolin e tyne? Mas pari, tash flas për lëvizjen e Deçanit. Unë jam sekretar organizativ i organizatës Shqiptaria. Si organizata Shqiptaria, si lëvizja e Deçanit, si lëvizja për rikthim, kanë dalë si rezultat i tubimit Deçanit. Tubimi Deçanit nuk është që Kur ka mbajt? me 20 tetor 2023. Okay. Tubimi Deçanit është takime, diskutime, jashtëzakonisht të mëdha që kanë bërë qytetarë të shqetësuar për vendin. Çfarë kuptimi? Në kuptim tash më leje të tregoj. Ndodhen fatkeqësi për vendin me na shku tri, sepse dikush duhet me marrë përgjegjësi që ato nona, ata baballar, do thot janë pa fëmijët e tyne sot dhe sjetojnë fëmijët e tyne për shkak të luftës në Siri. Dhe intelektual, patriot, njerëz që kanë kontribu edhe e kanë dashur vendin, janë mbledh, janë taku, kanë fillu me takimet në Odën e Llapit, janë taku në Prishtinë, edhe në kum komuniku në atë ko me shumë prej tyne, jo që isha pjesë e organizimit në fillesat e saj, por edhe unë një si qytetari shpresha shqetësimet për çfarë kaje kulturore edhe çfarë orientimi po merr vendi. Një moment caktuar prej atyne shumë takime që në majt, hajde sot përmojmë takimin në Deçan, në Deçan ka dalë, ka shpërthy, do thot 20 tetor 2023 me 28 nëntor 2023 është majt ku vendi organizatës Shqiptaria kanë marrë qindra qytetarë, të gjitha personalitetet njone edhe për publikun, ili më vjen keq që se pata këtu videon me ta jep ty me transmetu, po të premtoj do ta dorëzoj videon e kuvendit të organizatës Shqiptaria dhe mbledhen hajde ta nalëm këtë kamp në kurs drejt që ne mos të bim viktim i tjetërsimit kulturor. Nga tu kanë dalë edhe mendime tjera që ne do të me marrë një kaje edhe tjetër që do të edhe mu largu komplet nga kjo feje, sepse kjo feje direkt po na cënon, do thot, identitetit. Pse më janë punu njerëzë më largu? Dëgjon, nuk po jam imponon kërkush, nuk po imponon, ajo është një ide, po të thët, ndash me përqafu idenë time, përqafohe, kërkush s'po imponon, kërkush nuk është duke imponu kurgjë, por po thet, une po dal, tash, prej një këti besimin, tjetër në besim, për shkak se që ky besim, ma do thot po ma cënon identitetin tem kulturor, gjysor dhe kombëtar. Si ka 5 minuta që tha besimi është çështje private. Po tash ato kalimet po bëhen konvertimet në pompozitet. E drejt dëgjoj. E Radovania nuk ishte me pompozitet? A ka pat ma shumë pompozitet prej 2005-ës, kur kanë linë rrjetet sociale, dhe televizionet që murën do thëtë licenca kombëtare. Kone ke pat në plan të parë, i ke pat disa klerik të cilët sa herë ke ndëgju për ata që din me mendu me kry, për ata që dojnë vendin e vetë,
kanë qenë të fyrë me tregimin e tyne, se ta kanë shatu Skënderbevën, do thot ta kanë kontestu historinë, dhe erë një moment që njerëz fillun u zgjun, dhe kjo që ndodhi prej 28-orit, që nisi edhe ma herët, është një iluminizëm që po i ndodh popullit dhe vendit tonë. Është një ndriqim që po i ndodh. Ka dalë, ne nuk do lejojmë të shasum në askund. Ne nuk do lejojmë të bëhëm vegele askuj, por ne do thot do e prosperojmë edhe do zhvillojmë vendin tonë, kulturën tonë dhe nuk do lejojmë as të një fe, çfarë do qoftë ajo, jo vetëm islame, po katolike, apo ortodokse, apo budiste, apo protestante, që na prek në dignitet dhe në përkatësinë tonë kombëtare. Ka pas shumë pretendime lidhje me lëvizjen dhe sonte krejt sa tjerë e të përgjigjna. Po, të gjitha këto pretendime edhe mu më pytin, pastre, kush po t'in financan? E financaj, gjithë që ka e bëj me vullnetin tem. Zyret i majmë, do thot, nga aktivistë tonë. As të financim nga jashtë, nuk e kemë. Për aktivitet, po, aktivitetin e manifestimeve që i bojmë në rujtjen e kulturës edhe traditës, kemë fillu edhe institucioni edhe dashamirë me mbështet. Por, që ka ndodhë këtu, në momentin që ka shpërthy tubimi Deçanit, rrjetet sociale sepse kanë patë shumë pare, kanë sponsorizu, me i demonizu të gjithë pjesëmarrësit dhe ata që kanë përkra atë nismë, sa unë e përbes nuk e një veten, a më thojnë shka, a nonën shkin, a babgjyshin shka, her janë gjesin e emen Tomislav Radovan në komente, të edhin që përbes as unë as si familje kur lidhje me shkis kemi pas. Para ditë më këshim qitë për financën dhe edhe po, do të të pse demonizimin vllaznia islame, kultura e tyne, demonizimin e ka se çka më kupton me vllaznin islame? Vllaznia islame është, do të thotë, po, vllaznia islame është një ideologji që ka ndodhur në 1930 e konsoliduar në Egjipt, që ka për qëllim që ideologji ta përhap islamin si fe dhe ta krijojë një ideologji që të marrë pushtet aty ku do që t'jetë. Do thot, është e njëjtë, ekuivalente ideologjia islame, ekuivalente është me komunizmin dhe fashizmin. S'po flas për fenë islame si fe shpirtërore, atë çfarë ka praktikuar gjyshje me gjyshyet, ato çfarë kemë ditë ne, po flasëm tash për një ideologji. Gjyshit tanë dhe gjyshit tem, adin ka dollë që shumë për hezallarë vjen kont për e jirëstije të ardhen edhe të përësit për i ty në qyshme. Po veç që te man men që do të gjyshet tona i kanë festu edhe Shëngjergjin, edhe Këshëndellat, jo në atë mënyrën, por na kanë kujtuar që janë edhe Këshëndellat, edhe Pashkt, do thot pa marrë parasysh që është pranu islami, nën vedije, ka met kultura e lashtë çfarë kemi patë. Dhe ata kanë qenë pjekum që janë, se nuk e ka hjek, do thot kur njëherë, plisin as gjyshyet, as gjyshi jem. Edhe nuk ka pranu, do thot, se me ju imponu një kultur tjetër. Ka thonë ty gaz, që i ke agjes, këto qikat në katunën lagje jenë motra tua, ta ka të rigjë vrejtjen, nuk ka imponu një kultur tuj, që ti do thot të apritsh kulturën dhe traditën tonë. Jena ka fund edhe po më do të më ndërlidh. Përmend vllaznia islame tha prej Egjiptit, ka dosh me shtrin ndikimin na për pjesë tira të botës. Tash je të fulti për këta që kundërshtor tu fetar. Po edhe ti je kozashëm i dhonë nëse adhurues të shtetit të Izraelit. Apo kupton? Apo ndikoheni edhe ju prej tyne që me dol prej islamit të ditë luftat që po zhvillohen. Absolutisht, unë nuk ndikona. Do të thotë,
nuk është çështje ndikimi që ndikon tekun Izraeli Ka apo pos Gjermania. raporte speciale kështu me Dëgjo, raporte speciale, unë e kum brojt të drejtën e një kombi mik për me jetu në paqe. Dhe Izraeli do thot, atë që është të bo, atë luft, po e bën për ekzistencën e vetë. qysh me Mas për pari pasja. ne gaz, me kanon tonin, që unë nuk e pranoj narrativin me masha kanonin, se ka qenë do të thot një kod që na kam bajt si kom për 500 vjetë, ne mikut duhet mi dalë çdo herë në mbrojtje, apo harrojmë që janë pikrisht shteti Izraelit, është që kë kryeministri Netanyahu aktual, që në kohën e luftës Kosovë ka qenë lobusi më i madh për sulmet NATO-s edhe ndihmë të Kosovës. Na po harrojmë. Kur e ka njoftë Izraeli shtetin e Kosovës. Dëgjo. Unë Pika e parë, jo mikët, jo, po vllavët edhe secillit, nëse nuk e ka mirë a priori, nuk mundesh mi thonë Dëgjo, unë ndjej keqardhje për krejt viktimat që sjell lufta. Por sikur mos ishte, po bi ka dal. Jo, 70.000 civil i ka vrarë Hamasi, 70.000 civil i ka krejt ai vani Goza ku kanë sa Mitrovica. Hajde po të përdori ty. E ka përdor u që këja popullatën do të thot për mi sulmu forcat serbe jo, për kundrazi ka mbrojt. Do thot, ai dëm i dhemshëm, edhe në bashkëndjej me gjitha ato viktima, që po ndodhin për shkak të metodologjisë luftës që e ka përdor Hamasi dhe ato viktima i ka shkaktu para gjithash Hamasi. Vesin diçka, din ku s'fajto me ty, rripi Gozës territorialisht është pak më i madh se Mitrovica. Po. Në qatë zonë jetojnë 2 milion njerëz, Izraeli ka shtyç, kështu të javë morë territoret se 50 vjetë. Ti mas pari, ti po harro. 2 milion, para menej 2 milion njerëz në Mitrovica. Para menej 2 milion njerëz në Mitrovica. Ku kanë me shkuar? Nuk mund pranohet kjo që kjo është tregim i gabum, do të thot nuk po them që është dashakes, po një perceptim i gabum i yti, sepse nuk është tu i shty. Ata këshin jetu në paqe. I ka kolonizuar. Jo, prit, lutem. Presidenti Clinton thot arritëm që me kriju, do thot, me 2 shtete, Palestinën shtet dhe Izraeli shtet me jetu në paqe, me Arafatin. Tha, pas ju dakordu Arafati, tha, për një herë, pas 2 dite, me marrët e Bill Clintonit, ndryshoj qendrim. Tha, president, falë, po s'mundem. Sepse, unë kum po film dokumentar për këtë. Sepse, problemi është që leadershipi palestines. E sa ta shqysim pajtua ta mi mytë këta krejta sysh. Sështë ato, kush e sulmoj Izraelin? Pse ti nuk po i përmen 1.000-2.000 viktimat e Izraelit njerëz pafajshëm, që i sulmoj Hamasi në Izrael, po i përmen vetëm viktimat palestinese. Jo, atër bënu i drejt. Ja, a di kur bënu i drejt? Për dire sa një organizat, si Hamasi, konsiderohet botërisht terroriste, edhe shteti Izraelit që është shteti njoftën publike, nga gjitha organizata ndërkombëtare, nuk e bëhet gjitha. Nuk mund është mi krahasu veprimet e Izraelit me Hamasit. Nuk mund është mi krahasu veprimet e një shteti me një organizatë terroriste. Kupto, viktimat janë për shkak të strategjisë që ka zgjidh Hamasi dhe duke e keq përdor popullatën e vetë. Mthojza, po nuk ka mundësi se çdo luftë ka dëm kolateral. Mu po vjen keq për viktimat. Mu po vjen për viktimat. Dëgjoj, mu po vjen keq për viktimat. Do të thotë që po ndodhen se çdo kush se kum përjetu luftën në Kosovë, i kum pa viktimat tona. Çfarë do thotë represioni, gjenocidi? Por të lutem, ta analizojmë shkakun. Kush po i shkakton ato viktima? Ato viktima po i shkakton organizata është e quajtur Hamas.
Edhe Izraeli në këtë rast është në vetë mbrojtje, sepse ti do të mjashkatru potencialin ushtarak të asoj organizate për me ru paqe dhe siguri për qytetarët e tu. Po, vetë mbrojtja e Izraelit gjithashtu vetë mbrojtja, apo kupton? Ama krejt luftat e shkakton për rreth ky nis. Po pse nuk e nise? Pse sulmoj Hamas Izraelit dhe ja shkaktoi 2000 viktima? O ne kuptoj si Mirë, ka shkaktuar. pse s'pe përmen gaz kur? Pse s'pe përmen kur që do thot ata fëmijë, ata njerëz civil të pafajshëm, e kalun kufinin. Pe kuptoj, ti vetë si të doshte se po do më ndruk kontekstin. Ja, absolutisht. Unë po them që nuk janë të barazvlefshme veprimet e një organizate terroriste me në shtet çujtën demokratik. Jo, në këtë rast dëgjoj, dakord, po në këtë rast kemi një forcë profesionale. Nuk po them që se te i kalon, nuk po them që se te i kalon, a që s'ka shkelje. Do të thot, por është çështje e sigurisë. Dhe nuk mund të akuzohet Izraeli që nuk është shkaktari i atyne masakrave edhe e asaj lufte. Është Hamasi. A bën vesh një pyetje apo a konsolidu shteti i Izraelit në tokë ku jën kon të jetu Palestinës, a Palestinës të shku të Izraelit? Hënë e donë kanë qenë Izraelit aty. Dhe Izraelit do thot para 2000 vjete kanë qenë në atë tokë. Ndryshimet demografike që kanë mujtë me ndodhë, për shkak fillimisht pushtimit perandorisë arabe, pastaj perandorisë osmane, nuk e kanë ndryshu realitetin që drejten historike mi atë ven e ka pat një popull që ka qenë i ati veni. Na e dim masakrat që ka bo Herodi, perandori Romak. Na e dim do thot dëbimin e popullit Izraelit do thot para 2000 vjete. Unë e kam qenë në Masada, po ti me pa do thot, ato vujtjet i ati popullit me të vërtet është trishtim. Sepse është ngrit lider. A konsideron gjenocid veprimin e Izraelit për ma shumë se 2 vjetë në Gaza, ku jenë vro 70.000 vetë? Jo, unë nuk mund ta cilësoj gjenocid, sepse do thot ka qenë një forcë që proporcionale Izraelit, që është dasht, do thot, për me eliminu një organizat terroriste, e cila potencialisht ka mujt me zgjeru luftën, edhe për te i kufive të Gazës, edhe për kufive të Izraelit. Izraeli i bën potencialisht mos po sulmojnë këta tjerë. Si pas teje, do thot, kjo është një mendim i yti, Gaz, që unë e di që me ko, do thot ki me pat një mendim tjetër, kur te hulumtosh, ma thellë realitetin edhe kontestin që është atje. Unë kam tjera pyetje me posë, kam përballë që i mbruan kundërshtarët e Izraelit edhe për ata i kam pyetje tjera. Ama në këtë rast me ty i kam çdo pyetje. Qysh me vlerëson luftën pranë Iran, masina te Izraeli? Cila ka qenë parulla ma shpesh që është thirr, qoftë nga lidert, qoftë mitinge, qoftë nga përfaqësues të fetar në Iran. Vdekje Izraelit, vdekje Amerikës. Kjo ka qenë parulla më shpesh. Slogani që çdo kënd, çdo rrugë. Slogan e sopë? Ja, nuk është slogan. Se në momentin që unë të kërkoj vdekjen tonë, a ti vdekjen tem, na do të me vepru. Dhe ajo që ka ndodhë në lufta a ka mujtë me menaxhu me diplomaci? Jo, është tentu që ka 27 vjetë më menaxhu. Visht më let pak t'jepi pak ma shumë kontest. Në Izraeli fillon në zhvillim, modernizim. Në 1953 do thot vjen në fuqi Riza Pavlavi, mbreti, shahu atje. Kur vjen atje, i cënon disa interesat të klerekëve, sepse 70% e pronës se ka qenë shoqëri feudale, dhe ende ka karakteristikë të shoqërive. Jo, 70% të pronave që i kanë menaxhu klerekët edhe bashkësia fetare atje, javë shpërndan fshatarve. Fillon rezistenca, kur që nuk ka hynore në këtë rast, nuk është luft për përënin,
nuk është luftë për Allahin. Luftë mi mbrojt klerikt interesat e vetë. Dhe ata bashpunojnë me komunist, me majtist, me nacionalist, deri sa ndodhe revolucioni islamik dhe e marrin pushtetin në 1979. Kur e marrin pushtetin, të gjitha grupet tjera që kanë luftu me rëzu shahën prej pushtetit, i eliminojnë dhe e konfiskojnë pasurin, nuk ja këthen pronën më, po ja jep do thot pasurin e shahët, drejtat e naftës, revolucionit islamik. Dhe që ka po ndodh atje? Atje po ndodh një masakër në popullin e vetë. Sot, unë e tis këshu mujt me imaginu, me lirit, se jem gjenerata e dytë që pe trashikon lirin Kosovë. Nuk këshu mujt me imaginu, me jetu në kushtet e represionit të Iranit. Shto tjetra, që ndodhi Irani? Irani non-stop kërcenoj Amerikën, kërcenoj Izraelin me zhdukje. Dhe, jo, tash. Ajo, vazhdimsi investoj armë shkatrimit mas në raketa balistike për me shkatru Izraelin. Dhe lufta e Amerikës dhe lufta e Izraelit. Ta dish që po të mbron edhe mirëqenjen tone, ty si gazment, edhe mu si Bastri po në mbrojnë mirëqenjen tone. Sepse, qaj Iran, tu ka rrit përkosisht, do të thot, kjo rritje është e përkoshme, se lufta ka një dëm kolateral, por ti do të thot, qytetërimi botëror dhe qytetërimi të vendit të lindjes mesme, edhe prosperiteti ekonomik, politik, do rritet momentit që bjen një regjim, çfarë është regjimi i ajetullahëve atje. Dhe, po thëm, indirekt, kom me ndiku në mirëqenjen tonë, se ma nuk do kem rrezik, kur po në rritet nafta, dome ekonomike, inflacion, ku është një regjim, dikon hajtë se si vjetë të përdu një regjim atje, një regjim ka. Sparit ti resursin e naftës, nuk e ki. Ne e kem resursin e bollshëm që kështu mujt me... Po mirë, ne e kem, që a do thot politika të këqia. A është luft ekonomike, a është... Jo, luft për ekzistencë, luft siguria është. Qeshje siguria, po dëgja. Qysh se sulmojke, kush e financon Hezbollahin në Liban? Kush e financon Izraelin? Kush e ka financu Asadin në Siri? Kush e financon Kush i financon milicin shite në Irak? Do thot, qërë sa ka qenë i rrezikshëm për sigurin rajonale dhe botërore, edhe sa është i rrezikshëm Irani. Po qapi duhet Izraelit kush është në Irak? Izraeli e konë gjak për me bo lufta. Në momentin që ti e din që dikush ko me ta qitë pritën. Po jo sa të jasit. Dëgjo, po shemull, po marrëm që... Hajde se pimorëm një argument tjetër. Po, hajde. Po thu, para do muje sulmu Irani, për menimin tam, kështu të bëjt qartë, Irani është shteti që përfaqëson maskisti fin islame. Dhe me thonë, nëse është dikun e keqja e islamit, është në Iran. Qaj shtet ka bo devijime, qaj shtet përfaqëson sekte që devijojnë, shet, u kry për mu që atë përfëndan. Zerë simpati kam për ta. A dhe vështë të kjena kështu tjorë, për dalim që dhe për Izraelin, për endin e ribëtëror, gjithmonë e ka të razu dhe luftat, zakonisht shkaktuhen shkoku i tyne. Po du me thonë kështa, Izraeli ka drejt me pos armë bërthamore, jashtë traktatit mës përhapjes armëve bërthamore, dërsa Iranit i thuhet të s'ki drejt me pos. Pse buta mundet me konë, e sigurt kur Izraeli ka armë bërthamore, jashtë marrëveshjes, jashtë traktatit. Shumë e thjesht, sepse Izraeli kur njëherë në doktrinën e saj, ushtarake politike nuk e ka zhdukje në një kombi. Një komb si Irani, një komb dhe një qeveri si Irani, që ka në doktrinën ushtarake dhe politike zhdukje në një kombi tjetër, natyrisht që nuk bën me ju leju që ai me zhvillu atë kapacitet bërthamor. Në regullina në Iranin, regjimi u demokratizu Irani, u bo Skandinavi,
ako mi hiqë orën bërthamure Izraeli, ako me vazhdu mi pos i vetëm në lindjen e mesme. Dëgja. Në qoftë se ti e fiton një drejt njëherë, edhe ke marrë, ajo takon ty. Po mbi çka e ka fitu drejtë me E pos ka orën fitu bërthamure. për shkak të luftës, për shkak të luftës 1948-s, kur në pabesi fëqinde saj e kanë sulmu, për shkak të luftës 1967-s, për shkak të luftës 1973-s, do thotë e ka fitu se ka pa luftë vetë mbrojtje. Izraeli është largu brigadishullit Sinai, është largu, se në momentin që ka arrit marrëveshje paqe me Egjiptin, të mos sulmimit dhe njohjes, kur nuk ka pat problem Egjipti më me Izraelin. Dhe çdo shtet që lidh paqe. Dhe thonë nëse dënë me posposit me ko mirë me Izraelin, a vëden? Se ai vendus për posë... Përbes në qofë se dënë, në qofë se dënë me patë dhe me mu personalisht paqe në ajkush, do të më respektu. Po jetë që respektoj edhe unë, si përzina kërkuj. Hajde se As Izraeli s'poj për përzina. përzina. Krejt të cerë të kujnë Izraelin. Një ka një, 20 vjetë e fundit, krejt jënë shkatru për branta, për mi shërby trazirave edhe mi pos ma atlet me na gjushme. Izraeli. Hajde se... Në qofë se ti, dëgjo, a ka finansu Serbia që 26 vjetë me luft hibride me na destabilizu neve? Dëgjo, edhe është të investu, sa për informacion në s'po du më këthu edhe në fe, por një zyrtar i lartë, shqiptar, më ka jep një dokument se sa investon në luft hibride, Serbia, e si të bënë do mos në religione, në religion caktum, për me destabilizu venin. S'po fut në matë. Ka, të lutem, tash, Serbia që 27 vjetë investon në destabilizim. Institucionet tona i kem kriju demokratike. Ne s'po jepëm kur njëherë predeks. Policia e Kosovës tepër profesionale i eliminoj grupet ekstremiste, terroriste, radikale, por nuk i goditi qytetarët sërbë, sepse ata janë qytetarët Kosovës. Po ja respekton çdo kënd të drejtën e tyne, kërkun nuk kanë pengesë, sepse po qeveriset me norma demokratike. A ke pa ndoj kryeministër apo ministër për pos në sharlatan parënsi, që shpreh urrejtje apo kërkon zhdukjen e Serbisë? Sepse ne jemi eduku në vlera demokratike. Ne jemi kriju shoqëri demokratike. Ne nuk përbëjmë rrezik për fëqin tonë. Dërsa, në qoftë se i dhem Serbisë, që Kosova lidh marrëveshje me Kroacinë, Shqiprin, mi rrit kapacitetet e veta ushtarake të mbrojtjes, na faj nuk i kem. Po mi kemi pyte sa atje pas kogojja. Po du me dvejtë një qoshtje të fundit, kështu do ledzus të kanë shru, ka pa kur këna pos lojme për ty ka njëherë, edhe në kanë thonë që Basri Bejka u pakzu. A është e vërtejt ke punë ose a ke plan? Mas pari, unë nuk jom i pakzu. Njeri është qenje lirë, mendon lirë, analizon edhe merr vendime. Dua të them qartë, unë jam shumë falënderues për perëndimin, për botën e qytetëruar të perëndimit, botën e krishterë, që na çliroi neve si kam. Aktualisht e një veten shumë mirë pa naj përkatësi fetare. Nuk kam kur farë zbrastie shpirtërore. Por, njeri është qenje psikologjike. Unë nuk e di që asjell e ardhmja. Njeri do thot me kohë, mundi ndryshon binjet, mundi ndryshon ndjenjet. Në qoftë se une kom naj thirrje shpirtërore, po të garantoj, të jesh i sigurt, që do jetë, do të thot, një falënderim për perëndimin, për naton, që na çliroi në para 26 vjetë. Do jetë shprehje e përkatësisë kulturore dhe identitare, historike të venit tonë.
për ma shkurt, me ta rëmbullaksu, në qoftë se unë ndoj herë e përqafoj ndaj besim, shtëpia e Zotit, ku me kon kisha, akt i përqafimit fesë, ku me kon pagzimi. Por, po të jemi sinqert, as nuk ku marrë vendim, as nuk kom thirrje shpirtërore, por në qoftë se vjen ajo thirrje shpirtërore, do thot, unë e kom orientimin qartë se do jetë shaj falënderime ndaj një botës qytetrume që na ka qeru. Dhe ne duhet ta ngullisum thellë kujtesën tonë historike. Ne nuk nuk bën të lejojmë ta relativizojmë, do thot ndimin që e japi popullit, janë japi UÇK-s, intervenimi i NATO-s edhe që u çliru. Kjo do të vendoset thellë në memorien tonë historike. Ashtu qysh na ka ngulit lufta Skënderbeut, ashtu qysh na ka ngulit sakrifica e Adem Jasharit, ashtu qysh e kujtojmë, do thot, lavdinë e UÇK-s, ashtu qysh e kujtojmë presidentin e urtë Ibrahim Rugova, intervenimi i NATO-s duhet na ngulitet thellë në kokë kujtesën tonë historike dhe të jem falënderues, dhe kjo duhet na bëj se si kom dhe si shoqni çfarë orientimi kulturor duhet me marr. Mos lejojmë të bim prej e viktimave. Historia gaz mësohet me mësu prej gabimeve. Ne dim çka kemi vujt në luftën e parë botërore. I kam edhe 2 pyetje, po i kam edhe veç 2 minuta kohë. E para është ma shumë koment, po nëse ki përzizje për që folje që feja islame në Kosovë, për që njerëzit janë Siri, janë i ka indoktrinu njerëz, me vetë faktin që feja islame është shumë pasore, po njerëzit që shëshuhin nga perspektiva e tyre, është që në shumicën e studieve që shkën, ose në shumë për i studieve, përfshirë dhe këto temen, na jena i përkas besimet islam. Fejs islame, po me sinë se... Të respektoj, por do të me thonë që ta admiraj. Po, si musliman, mujtë Ramazanit, që se këmbo dalim, dhe me thonë, edhe të konftu musafir në studje, me diskutu për krejt perspektivën tonë, që është se na jena tolerant për jonës tonë, për dalim prej një pjesë tjetër që shko qef me na po. Ose që na shujnë që njerëzi musliman nuk e njerëzi tolerant dhe zona tjera. Tu kësha përgjigj kështu. Ne patëm një trez dhe profesori nderuam Kadri Kryziv e tha një fjalë shumë e ven. Tha sot, Islami në Kosovë ka dalë për shtatit vetë. Ne kem problem që nuk kem problem me fejnë islame, si fejnë shpirtërore, ne e respektojmë, i nderojmë, do të thotë, s'ton me thonë me admiru që t'ja gjinon, sepse kombinje tjera, por do thotë tash, ne nuk e kem fejnë, do thotë fejnë shpirtërore, po na del që është një fejnë ideologjike, për derisa ty, kanunin, një liber, një kod nderi që t'ka rujt, qenjen tonë si këmpë, thuhet kanuni i lek duka gjinit kanuni dreqit, për derisa Sultan Murati, ty të promovohë si qëllimtar. Po jo, po këshëri me lidhë, jo, në spilidhëm, do thotë, vishnalu mendohe, po të ishin si klerekt islam, si Gjevat Kryziv, Mulla Gjevat Kryziv, nuk ishin dal në skenë, as kisha pat nevojë në dalë, debatoj me ty heq për këto tema. Por është problemi, jo, s'po këqyri me qitë të ta. Unë po të thëmë, ti beso si fej shpirtërore, por mosu e manifesto ideologjin e imperializmit, e nacionalizmit dhe shovinizmit arab, e do të thëtë neo-otomanizmit qeverisë Turqisë. Jo, do gjënë momentin që ti e manifeston nacionalizmin, shovinizmin dhe qëllimet arabe dhe neo-otomanizmin, mu ma ke cenu të drejtën temë. Pas pari, se ti pun përrek një histori, në dignitet dhe kushtetutën e Kosovës, digniteti njeriut është
i Çka pacenushur. të cënua? Pikrisht në momentin që ti tenton mu me në bind që Sultan Murati dhe Perandoria Kush e Osmane për- kanë qenë qiliruse. Kush tha? Klerikët e tu, jo ti. Jo, Klerikët e tu, si janë jo klerikët ti. e mi. Do të të kemë një viju në ti, unë ti s'kem probleme. Unë ti s'kem probleme. Për asë një hoqë, dhe me thonë, është vës një hoqë në Kosovë, për cilën unë kam simpati për të është Enes Rama. A më kuptan? Për hëzallar tjere në vesë që nuk kam në i farë indoktrinime së Jo i kështu vojtë. klerik me thonë drejten, Po, kum taku shumë, pos nuk kem ja Edhe një pyetje kam edhe një minutë, ku edhe përfundum. Se u miku ma heret. E përmene luftën që qujtë shumë drejt, si mas të jenë vend mbrojtje të Izraelit nda Iranit, edhe e përmene NATO në Kosovë e zona tjera. Pse për herë të por aliati kryesor ishe bas Mbretëria e Bashkuar nuk bashkohet në luftë kundër Iranit, ose Franca, ose Gjermania, ose tjerë, ata pak a shumë i shujnë të parakashme, edhe ju domosdoshme momentalisht. Unë ma mërmenja që Britania e Madhe është një aliat i pakontestueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por para zgjithash është një shtet sovran dhe i njeh politikat e veta. Na po harrojmë që Evropa e ka presionin e luftës në Ukrainë dhe luftës do të thotë çmendurisë të Putinit. Edhe qeveria e Britanisë në këtë rast i kqyri interesat, kapacitetet e mbrojtjes, a ka kapacitete. Në asnjë mënyrë nuk ka dalë dhe nuk del Britania kundër luftës që po e bën në vetëmbrojtje Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Por i ka kapacitetet me sigurit kufizume dhe i ruan për një rast tjetër. Ma ndryshe kanë thonë ata, Nuk e di unë çka kanë thonë tjerë, kjo është nga prizmi jam si isha. Faleminderit shumë më konfrontum pak, po se na para zgjedhësh na jemi edhe shok, edhe miq, edhe shok shtëpis, edhe si kusheri, kështu që do thot as pa konfrontimi, do thot është që me mujt me pa publiku që njerëz kanë këndvështrim dërshëm për gjëra të caktuara, po nuk do të me kon ai dallim në këndvështrim që shohim senet për përplasje apo për qarje caktuar. Faleminderit shumë, është kënaqësi jashtëzakonshme. Shikues të nderuar, shihemi në emisionin e javës së ardhshme. Faleminderit shumë.